Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse jeni mbi 40 vjeç, hani ullin çdo ditë dhe do trajtoni këto probleme shëndetësore. Këto fruta jo vetëm që janë të shijshëm dhe përdoren shumë në ushqime, por janë edhe shumë të shëndetshëm. Ullin të rriten në përdrujnë të quajtur olea europea, zakonisht në Afrikë, Azi dhe disa vende të tjera tropikale. Ato janë gjithashtu të pastur edhe me hekur, kalcium, fibra, vitamin K dhe vitamin E. Kjo do t'i ndodh trupit tuaj në qoftë se ju konsumoni ullin rregullisht. Humbisni në peshë. Kur ju konsumoni ullin do të merrni një sasi të madhe të fibrave dhe lipideve të nevojshme për organizmin. Do ta mbroni zemrën. Acidi kryesor natyror i cili gjendet në ullin është acidi oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij dhe aftësinë e tij për të zvogëluar kolesterolin dhe në përgjithësi për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Do të keni një sistem imunologjik më të fortë. Ullint përmbajnë gjithashtu antioksidant, përkatësisht polifenolin. Këto substanca gjithashtu ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit nga radikalet e lira që shkaktojnë infeksionet virale. Do të jeni më pak të rrezikuar nga disa lloje të sëmundjeve të këqija. Ullint, përpos që bëjnë mbrojtjen e organizmit nga infeksionet dhe sëmundjet e tjera, është vërejtur që ato gjithashtu mbrojnë membranat e qelizave nga disa lloje të sëmundjeve të këqija. Edhe pse janë bërë shumë teste në kafshë, por jo tek njerëzit, gjithsesi është vërejtur që në zona tropikale ku ullint përdoren shumë, njerëzit janë më të prekur nga disa lloje të sëmundjeve. Do të keni një memorie më të mirë. Polifenolet njihen për ndikimet e tyre edhe në qelizat e trurit, me që rast ato e vrasin stresin dhe njëkohësisht ndikojnë në përmirësimin e memorjes. Në një hulumtim në departamentin e neurokirurgjisë është vërtetuar që polifenolet e gjendura në ullin ndihmojnë shumë në përmirësimin e proceseve neurale, neurodegenerative dhe gjithashtu në çrregullime të tjera psikike. Do të keni një lëkurë akoma edhe më të mirë. Ullint përmbajnë acid oleik dhe vitamin E. Të dy këta përbërës janë të nevojshëm për një lëkurë të shëndetshme dhe gjithashtu vitamina E ka funksion antioksidativ, e cila e mbron lëkurën nga rrezet ultraviols dhe gjithashtu ajo mundet që ta mbrojë lëkurën nga radikalet e lira që shkaktojnë dëmtime në lëkurë. Në përgjithësi, nëse ju keni dëshirë të humbisni në peshë dhe njëkohësisht të qëndroni të shëndetshëm, atëherë ullint janë zgjedhja e duhur. Ullint klasifikohen fruta me bërthamtë të njëjtës familje botanike me qershitë dhe pjeshkët. Ullint jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt kur janë të pjekur plotësisht. Të dy llojet konsiderohen të pastur me yndyrra të shëndetshme për organizmin. Ju këtu do të gjeni të listuara të gjitha përfitimet që ju do të merrni nga konsumimi i përditshëm i ullinjve. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore, ndaj konsumimi i ullinjve është i rekomanduar për kocka të forta. Ulin kolesterolin. Acidet yndyrore të ullint ulin kolesterolin e keq dhe rrisin njëkohësisht kolesterolin e mirë. Largojnë dhimbjet. Studimet gjithashtu kanë treguar se ullint ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe gjithashtu të dhimbjes. Antioksidantët.
Ullintë gjithashtu janë një burim i shkëlqyer i biofenolëve. Këto antioksidant arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Janë gjithashtu të pasur me baktere të mira për stomakun. Ullintë përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira që ne të kemi në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të keni ju në organizëm. Efikas kundër rrudhave. Ullintë përmbajnë acid oleik që e mban lëkurën tuaj të butë dhe të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinëve përmirëson paraqitjen e lëkurës tuaj dhe largon rrudhat me të paktën 20%. Ulin rrezikun e diabetit dhe të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasur me ynyra mono të pangopura dhe gjithashtu ulin edhe rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Kjo e mirë nuk vjen vetëm nga konsumimi i ushqimeve të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe produktet e tij, si edhe nën produktet të cilat vijnë prej tyre dhe kështu do të keni një organizëm më të shëndetshëm. Ulin kolesterolin. Ullintë përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura dhe gjithashtu ato ngadalsojnë edhe tretjen dhe gjithashtu stimulojnë hormonet të cilat janë përgjegjëse për të informuar trurin që ju jeni të ngopur. Konsumi i ullinëve është shumë i rekomanduar edhe sa më shpesh që të jetë mundur, pasi kështu ju do të parandaloni sëmundje të ndryshme. Gjithashtu, duket se ullintë mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë sistemin tuaj imunitar. Nga ana tjetër, ullintë, sidomos ata të zi, janë antioksidant tepër të fuqishëm, të jashtëzakonshëm që veprojnë si një pastrues i trupit duke e mbrojtur atë nga sëmundjet e këqija dhe duke u shkëputur nga substancat e dëmshme. Ata gjithashtu e ndihmojnë trupin tuaj që të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun për prekjen nga këto sëmundje dhe t'ju mbrojë në një mënyrë të shëndetshme. Gjithashtu duhet të dini se ju ndihmojnë të humbisni në peshë. Ullintë përmbajnë yndyra tepër të mira, ato për të cilat pikërisht trupi jon ka nevojë. Këto yndyra nuk akumulohen në stacione yndyrore, kështu ju duhet që t'i përdorni ato dhe konsumojeni në mënyrë që t'ju ndihmojnë të humbisni në peshë. Ullintë janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose në mes të ngrënies sepse ata ju mbrojnë në mënyrë të shëndetshme. Ju lehtësojnë në dhimbje dhe ulin inflamacionin. Si ullintë ashtu edhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidant të fuqishëm. Ullintë gjithashtu përmbajnë një përbërës të tillë si oleokantal. Këto përbërës është e karakterizuar nga shija e tij e hidhur dhe veti të forta anti-inflamatore. Ullintë dhe vaji i ullirit gjithashtu kanë një ndikim të mahnitshëm edhe në trupin ton. Ato përmbajnë sasi të mëdha të acideve të pangopura yndyrore dhe omega 3. Këto acide ushqejnë, ju mbrojnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokët tuaj. Përmbajnë vitaminë E cila ju ndihmon ju që të mbroni lëkurën nga rrezet ultravjoc. Vaji i ullirit gjithashtu ushqen lëkurën dhe flokët. Përmirëson sistemin e tretjes. Ullintë janë ushqime të pasura me fibra të cilat janë të nevojshme për funksionimin normal të tretjes. Vitamina E dhe yndyrat e pangopura pastrojnë zorrët nga radikalet e lira. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!